Përshëndetje. Uroj që gjithçka t'ju ketë shkuar mbar këtë javë dhe sot të jeni të gatshëm për të ndjekur të rejat tona. Në këtë program ne flasim për çdo të re dhe të vjetër që është jashtë fokusit të zakonshmes. Sot do të eksplorojmë në shëndetin dentar. Shumë njerëz kanë fobi nga dentisti. Aq frikë kanë ata saqë nuk mund të mbushin asnjë dhëmb megjithse teknologjia i ka thjeshtësuar gjërat. Një dentist shqiptar që ka aktivitetin e tij në Tiranë ka vendosur të fusë në përdorim gazin gazmor, që do të thotë mjafton të marrësh atë nëpërmjet hundës dhe pacientët nuk mbajnë mend asgjë se ç'kanë bërë gjatë kohës që kanë qenë te dentisti. Kjo metodë ka bërë që mjaft pacient të vinë nga Italia drejt Shqipërisë për të provuar këtë mrekulli. Ndiqeni. Njëzet e 5% e pacientëve të shëndetësisë dentare kanë frikë nga dentisti. I shikojnë ndërhyrjet si mjaft të vështira. Muzika në ambientet e klinikës, mirësjellja e mjekëve dhe mbi të gjitha anestezia nuk kanë arritur të shmangin këtë fobi tek pacientët. Shpesh kurajoja që mund të japin vetes nuk mjafton dhe heqja e një dhëmbi kthehet në makth. Është i vetmi trajtim ku mjeku ka gjithmonë kontakt të drejt për drejt me pacientin. Kjo lloj marrëdhënie prej vitesh është bërë objekt i filmave komik. Rasim Vrioni është një dentist i cili ka sjellë në Shqipëri një metodë të rrallë. Ai u heq dhëmbët pacientëve duke i bërë ata të qeshin gjatë gjithë kohës. Sekreti është gazi gazmor. Kjo gjë as pak e njohur në Shqipëri, po njeh pacient nga vende të ndryshme të botës. Domenico është një djalë nga Italia, i cili vuan nga fobia ndaj dentistit. Ai ka ardhur në vendin ton pasi ka dëgjuar për gazin gazmor. Diego, si ke rënë në kontakt me këtë klinikë? Il contatto nella clinica è venuto che un giorno mi è arrivata una mail dalla clinica. Një ditë më erdhi një email nga një agjenci turistike, i cili fliste për shërbimin dentar në Shqipëri. Pasi lexova këtë informacion interesant, mora në telefon agjencinë. U takova me dritanin, i cili më dha një besim dhe siguri të madhe. Dhe thash po, do të shkoj në Shqipëri dhe do të trajtoj dhëmët me këtë metodë. E kështu bëra tani jam këtu. Mi ha ispirato fiducia e provato. 2 seancat e para kanë qenë mjaft interesante për të. Dhe në këtë seancë të tretë, ky ambient nuk është më i frikshëm. Përkundrazi, djali thotë se trajtimi i dhëmbëve i është kthyer në zbavitje. Sot, ai do të mbush dhëmbët e tij me anë të këtij gazi. Një gjendje gati hipnotike e pacientëve duket se është e preferuara e këtij mjeku. Ai është ndër të paktët në Shqipëri që ka arritur të përdor hipnozën në mënyrë të suksesshme. Por thekson se nuk do ta përdor kurrë atë për show. Por çfarë është gazi gazmor? Gazi gazmor është protoksidi i azotit, i cili jepet së bashku me oksigjenin dhe mbas 3 ose 4 minutave, duke zvendësuar oksigjenin në mushkëri edhe në gjak, fillon të tregoj efektet e veta të cilat janë në gjendje për gjumje, heq gjendjen e ankthit, jep pacientin në gjendje relaksimi, mbi lekarase që thonë duket sikur pa mputen kamot nga toka, sikur jam duke fluturuar për krijon një gjendje qetësimi të tillë, dhe për më tepër shkakton ato krizat e të qeshurit. Pacienti është aq i lumtur se fillon të qeshë vetë. Prandaj quhet gazi gazmor. Ky quhet sedacion i ndërgjegjshëm. Një pjesë e mirë e pacientëve që vinë me idenë se do bëjnë punimet me narkozë, ndërkohë që nuk është narkozë. Dëgjon, mund komunikoj dhe është më i bindur ndaj urdhrave ose ndaj komandave që mund t'i japi mjeku. Pra kthe kokën, hap gojën, bëj punimet nëse në gjendje normale ka frikë
edhe mund të mos i bindet të gjitha atyre gjërave që janë nevojshme gjatë proceseve të punës, nën efektin e gazit gazmor të lejon që të punosh. Ju jeni specializuar edhe për hipnoterapi. A ka një lidhje midis përdorimit të këtij gazi dhe hipnoterapisë, sepse nuk mendoj që është e rastësishme pikërisht tek ju? Nuk ka lidhje të mirëfillt, përveç faktit se si hipnoza, ashtu edhe protoksit e azotit janë dy element të cilët shërbejnë për heqjen e frikës, uljen e gjendjes ankthit dhe kryerjen e shumicës punimeve dentare të gjitha ata personat që kanë frikë. Pra e përbashkëta është që të heq frikën. Ju keni pacient edhe kryesisht nga Italia, të cilët kanë gjetur një mënyrë që të lidhen me ju. Sipas informacionit që merrni ju nga ata, a e njohin gazin apo e shkojnë për herë të parë tek ju? Shumica nuk e njohin protoksitin e azotit. E shohin tepër nga faqja e internetit, meqense është një opsion i veçantë për sedacionin e ndërgjegjshëm dhe pikërisht kjo i jep atë shtysën ose dëshirën për të kryer punimet nën efektin e protoksitit. Është edhe një paketë që mund të jenë të informuar, por ndoshta duan të zgjedhin Shqipërinë për faktin se në Itali kostot e impunimit të tillë janë të shtrenjta. Ka një klinikë në Shqipëri që e përdor këtë metodë? Ne them se jemi vetëm një klinikë e para dhe vetëm një klinikë që përdorin protoksitin e azotit. Megjithëse protoksiti i azotit ose megjithëse mënyra e sedacionit tash ka gati 100 kusur vjet që përdoret në botë, në Amerikë gjerësisht e përdorur, në Britaninë e Madhe të prapë përdorur, në Evropë deri diku, ndërsa në Shqipëri në klinika dentare private nuk njihet. Këtë përvojë Rasimi e ka marrë nga Turqia. Në Shqipëri njihet vetëm teorikisht dhe sot për sot, ky dentist është i vetmi që e aplikon. A ke dëgjuar më parë për këtë gaz dhe pse zgjodhe këtë mënyrë? Io non avevo mai sentito parlare prima. Dritta me l'ha spiegato. Nuk kam dëgjuar më parë për këtë lloj gazi. Dritani ma shpjegoi, në Itali kjo metodë është e panjohur. Unë kam frikë nga dentistit dhe kam vite që nuk shkoj për këtë arsye. Mirë po gjendja ime u bë serioze. Unë kisha probleme me dhëmbët. Sa po dëgjova thash me vete, pse të mos e provoj? Diego ke bërë 2 seanca dhe tani je gati për të bërë seancën e tretë me këtë lloj ndërhyrje. A mund të më tregosh pak përvojën tënde me 2 seancat e para? Allora, ci arrivati qua mi è dato un bicchierino da bere con come acqua, però era un po' disgustoso. Si fillim doktori më dha një medikament të cilin e piva bashkë me një gotë ujë. Për 10 minuta po luaja me celularin, por më pas e humba. Andavi via proprio con la testa. Tu eri qua fisicamente, però con la Mendja më testa. shkoi në një botë tjetër dhe fluturonte. Unë isha vetëm fizikisht këtu. Siamo andati dentro alla clinica, mi sono seduto nel lettino, ero un po' barcollante. Dopo mi ha messo, mi hanno iniziato. Më pas vetëm i shikoja mjekët që punonin në gojën time, por nuk ndjeja asgjë dhe nuk mbaj mend as sa zgjati as sa dhëm trajtova. Dhe duke qenë që Diego është një pacient i cili ka frikë nga kryerja e punimeve dentare, do përdorim protoksitin e azotit. Dhe duke dhënë këtë përveçëri për rreth 3 deri në 5 minuta, pacienti vjen në një gjendje ku nuk ka më frikë nga procedurat dentare. Va bene, mettiamo la maschera, resti così. Comincia a respirare. Va bene. Tranquillo. Cominci a fare respirazione. Lentamente. Pra gjithë kësaj kohe, pacienti merr përzierjen e gazdrave me protoksitin e azotit me oksigjenin. Thithja e këtyre gazdrave për një periudhë 3 deri në 5 minuta krijon një gjendje qetësie, largon ndjesin e ankthit tek pacienti dhe bën të mundur në shumicën e rasteve kryerjen e punimeve dentare. Avantazhi më i madh është shumë i qetë dhe në mbarimin e komplet procedurave harron çfarë ka ndodhur ose harron komplet pjesën e procedurave dentare. Dove sei con la testa? Di nuovo? Sei in un altro mondo. Dove? In quale mondo? Voli? Imola? Qualche belladonna? La tua ragazza, la tua mamma? Siç e shikoni, Domenico është duke qeshur dhe 2 asistentet, për të sot janë vetëm 2 vajza të bukura. Përdorimi i këtij gazi ka kosto, por për të huajt ajo vazhdon të mbetet minimale.
A ka kosto për pacientin kjo? Kjo ka një kosto. Unë nuk po ju tani tek pjesa e tarifave dhe e kostove, ka një kosto të konsiderueshme për faktin e thjeshtë ne jemi një klinikë private, e vetme klinikë e cila e ofron këtë, e vetme klinikë dentare e cila e ofron këtë. Në qoftë se ky do të kishte qenë një shërbim shtetëror dhe nëse do të paguante shteti ndoshta do të kishte qenë shumë më ulët, por protoksit e azotit ka një kosto të caktuar. Për më tepër është një procedurë e cila ka nevojë për disa veta. Pra duhen minimalisht 2 mjek të cilët do rinë në kokën e pacientit, patjetër 1 ose 2 asistent, pra bëhet fjalë për një seancë të sedacionit, ne këtu na duhet të angazhojmë deri në 4 veta. 4 veta të cilët do lënë punë të tjera do merren vetëm me një pacient. Të gjitha këto sillin një shtim të kostos. Kjo fushë e rrallë në shëndetësinë dentare ka përfshirë edhe turizmin, i cili po lulëzon në Shqipëri edhe për shkak të gazit. Të trajtosh dhëmbët dhe njëkohësisht të jesh në një gjendje relaksi, pa diskutim që është një kurim as pak i ngjashëm me atë që pam në fillim. Të heqësh frikën është një terapi që mund të zgjasë me vite, por në këtë klinik kërkon vetëm 3 minuta. Shëndeti nuk vjen tek ju. Ju duhet të shkoni te Shëndeti. Klinika Dentare Vrioni ofron cilësi, metodat më të fundit mjekësore dhe sjell për herë të parë në Shqipëri metodat hollywoodiane të stomatologjisë estetike. Hipnoza mjekësore dhe teknikën e sedacionit. Shërbimi specializuar për fëmijët, implantologji, kirurgjia orale, ortodonci, trajtimi i sëmundjeve të mishrave të dhëmbëve. Klinika Dentare Vrioni. Sa herë na ka ndodhur që vizitën tek dentisti ta lëm për momentin e fundit, sepse dentisti na duket si një përbindësh. Por tani jo më. Për herë të parë në Shqipëri, Klinika Dentare Vrioni sjell teknikën e sedacionit, ose e thënë ndryshe, e gazit gazmor. Ju nuk do të ndjeni më dhimbje, as frikë, madje nuk do të mbani mend fare që ishit tek dentisti. Klinika Dentare Vrioni, aty ku mbaron frika dhe fillon shëndeti.